Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në episodin e radhës në podcast. Këtë episod do të trajtojmë temën sa i përket fishek zjarreve dhe festave të fundvitit, me që se jemi në prag të vitit të ri, edhe dihet që kjo pjesë të ne bën shumë buj duke përdor fishek zjarre dhe gjëra të tilla. Me ne në studio Mysafir Enver Hasani. Përshëndetje zotri Enver. Përshëndetje ka juve dhe dëgjosëve tuaja. Faleminderit që gjetët kohë për ftesën. Lutem kënaqësit jam me juve sot dhe dëgjos tuaja. Atëherë zotri Enver, me që e dim që në kohën e vitit të ri, festave të fundvitit, te ne festohen në një mënyrë pakës më të vrasht, të i përfshi këto fishek zjarre të mandej mjetet piroteknike, këto krejt që kur e mendojmë pjesën e njerëzve, do me thonë ka të sëmur që kohën më të qetësinë dhe shërimin e tyre e gjejnë në gjëm, gjithashtu edhe fëmijët. Por kur jemi edhe të kafshët e dim që dëgjimi i tyre është shumë më i lartë, më i ndjeshëm se sa i njerëzve. Atëherë, a mendon që kjo është një mënyrë e denjë për mi festu festat? Shkone, përdorimi i mjetëve piroteknike është një gjë që ndodhë në gjitha kulturat. Unë po i referohem jo vetëm Kosovës, por vendeve, për edhe krahasimit të tyre me neve. Ajo, mënyra se si përdoret në Kosovë është vërtet pak ma brutale se që është në vendet tjera për rreth përfshi dhe shtetin shqiptar. Për shkak se një traditë ose një kulture të caktuar e cila është kriju mbase ka lidhje dhe me vitet e okupimit tron në Serbi dhe pastaj është bart me inercion dhe përdorimi i tyre nuk është çështje kontrolli, sepse ato bën pa kontroll edhe në kultura tjera. Problemi është i përdorimi i tyre vende pa vend, azom hedhja tyre në vendet me qëllim, me paramendim ndaj kafshëve, ndaj njerëzve të caktuar, për shembull të një moshe të caktuar, kalimtarëve të rrugës, pa konsiderat. Që në farë mënyrë i bjen si një lloj përdorimi targetuar i mjetëve piroteknike dhe kjo është mjaft e shprehur, do të thotë është jashtëzakonisht e shprehur, është e çuditshme. Edhe mendoj që kjo është një çështje që shërohet mbase me kalimin e kohës dhe të gjeneratave. Po, si që cekët edhe ju, vende pa vend, por edhe kohë pa kohë. Është festimi, kremtimi i vitit të ri, kalon data 31, si dëgjohemi në mëngjes, me datën ne, kemi ndëgju krismat pa kontrollueshme. Kjo nuk arsyetot me asni Ajo bot do thotë, si që thash, me një inercion, për shkak se ideja është me i harxhit mjetet që i kanë ble, me çdo kusht dhe pa marrë parasysh vendin dhe mënyrën e përdorimit dhe më kujtohet para 2 vitesh ka qenë një statistikë sasia e tyre e përdorimit në Kosovë ishte shumë fish më e madhe se sa në vendet e rajonit. Dhe mendoj që kjo çështje është një problematik, sepse ne do kemi festa dhe tjera, për shembull dhe për natyrës politike dhe kështu me radhë. Është çështje që mbase edhe në sport, ju e dini për shembull, në rastin e festa sportive, kërkon mbase një lloj edukimi qytetar. Mund të jetë një prej, se siç e thash, është çështje gjeneracionale. Mbase edukimi qytetar, në gjitha, me qenë se ata që gjuajnë jo rrallë, ose për mos thonë pjesa dërmues janë mosha e re. Mosha shumë e re dhe do të thotë, si që thash, gjujtja targetuar është problematike, me qenë se ajo përveç që mund të rrezikoj potencialisht shëndetin dhe jetën e njerëzve, është edhe aspekti shqetësimit një moshe të caktuar të njerëzve, që mund të ketë dhe kanë sigurisht sëmundje të lloj natyrë. Pastaj botën e kafshëve është unë bane aty te parku i qytetit edhe i shoh për ditë edhe kot ju thu
me qëllim shkojnë njekun qantë, me ju hudhë mjetë, petardat, është e pabesueshme, edhe i luti do thot me të mirë, masni se është gjunaf se këta nuk kanë gojë me u shqetësu si të mund, për kanë njëtin djeshmëri të frikës dhe kështu me radhë. Kështu që kjo është kështu, do thonë. Si që të këtë është me siguri problemin të edukimit, pasi që e dim që edhe spitalet janë të mbushura natën e vitit të ri, si shkak i fishek zjarëve ku fëmijët pësojnë shumë dëmtime të rënda në humbje edhe të gishtrinjve, pra që problemi qëndron pikërisht të edukimi i familjeve. Pa tjetër, do thot, kjo duhet tjetë një qështje në si që thashtë, edukimi qytetar në përshkolla që mësot prej moshës së hershme, ndoshta edhe parashkollore. Pse po them këtë? Sepse ju e shihni ta zonë trajtimi i qanëve ndacak dhe përgjithsisht kafshëve ndacake, sot është shumë më i mirë se që ka qenë ta zonë në moshën time, trinisë, gjeneratës time. Por ajo do të jetë, pse është kjo kështu? Për shkak se këto vite në fëmijët mësojnë intensivisht në shkolla për me i dashtë kafshë, pastaj ka programe të vazhdueshme. Gjenerata e re nuk ka ato paragjykime ndaj kafshëve që kanë gjeneratat e vjetra. Në mënyrë të njëjtë edhe për mjetet piroteknike, mendoj që se këtu është çështja e mënyrës së përdorimit, do thotë edukimi i qytetar për mënyrën e përdorimit të mjeteve piroteknike, sepse ajo është shprehje e një gëzimi, pa marrë parasysh origjinin e atij gëzimi, por ajo duhet bëhet sipas parametrave të caktuar më normal, jo brutal siç bëhet, po them, gjithmonë ne duhet të matemi me vendet për rreth neshte, unë po them, meqense unë kam jetuar edhe në dhe shpesh ta zonë Shqipëri shkojmë gjithë ne, si janë pak ma të buta, pa llogarit të vende tjera, s'po flas në veri të Jugosllavisë ose as ma pak në vendet e Bashkimit Evropian, që është një standard krejt tjetër i përdorimit të tyre. Nuk rregullohet kjo me masa represive, siç adin thuhet shpesh mendohet me kërcime. Gjithçka është çështje si edukimit qytetarëve. Atëherë, duke u kthy te kafshët, zotëria Enver, a mundesh më na tregu se si ka lindë empatia, dashuria juaj ndaj qenieve pazë? Po, do thotë, ajo është që prej fëminisë, do thotë, unë jam rritë, përgjithsisht gjenerata ime, ne jemi rritë kështu në shtëpi private, gjithmonë kemi pas, pezome në kurs, kemi qenë pa dyqan e 2-3 maca spaku, do thotë. Dhe ajo ka qenë shumë e vrasht, sepse e vrasht ka qenë edhe komunizmi si sistem, ka qenë shumë violent, dhe ka ndryllë. Njeri dhe atër ka qenë standard, si ka qenë gjitha vendet ish komuniste, jo kastrime së trajtimi i qenëve, ndacak dhe, por vrasja atyre, do thot, di ka qenë me ligjë, atëherë me marrë lejen për armë nëse për me vra një numër caktuar të qenëve. Ka qenë shumë makabër, shumë barbare, do thot. Unë në shtëpinë e vjetër në Mitrovic, kem pas një podrum që ka pas 3 dhoma, aty kem lënë vetëm gjana që si kem përdor, gjana të vjetra të panevojshme. Dhe për shembull këtë kohë sikur sot që është ftoft, deri 20 qenë gjithmonë futeshin aty, dhe ta shtazon qenë, një pjesë e qenë sot nuk e hajnë bukën, sepse njerëzit i trajtojnë mirë, një pjesë bukur e madhe njerëzve, do thëmë. Atëherë kanë hangër çdo gjë, sepse ka qenë edhe standardi i përgjithshëm i tillë. Ne mbledhnim si fëmijë kështu, jo s'kam qenë vetëm, kam qenë gjithë që sot janë moshës time, disa jeton në Kosovë, disa në jashtë. Dhe mbledhnim, do thotë, të organizoheshim me mbledh bukë për ta, edhe me i trajtu, me im shef, veçanërisht kur shifnim, atër ka pas telefona fix, ta zonë, që ta zonë në filën mahale poshtë në qendër ta zonë, po ka nis me i vra,
me i njek me auqel derin e podrumit e me dhe me i mshef, do thot me i rujt deri të kalon të rreziku dhe kështu do thot si tush është një edhe masandej gjatë jetës kudo që kam jetu kryesisht kam jetu në vend të perëndimor, por një pjesë edhe në Turqi ku jam shkolluar. Turqia veçanërisht macet a zonë Stamboll është i njoftën, ata që shkojnë në Stamboll i shohin është e pabesueshme qindra mijë, ndoshta 1 milion mace jetojnë në Stamboll e më shumë, nuk ka shtëpi që s'ka katë cilësh i trajtojnë, është qyteti i maceve dhe quhet Stambolli. Por edhe qani turk janë sikur raca jon, po janë më të mëj pak. Po flas për qan, nuk po flas për racën siç është Kangalli, për Kangalli, po flas për këta tjetër që sikur qani sharë që është. Po. Këta janë pak interesant, janë sikur ton, veç janë më të mëj me trupat. Këtë si qanë ton, po pazon një 10 cm më të mëj janë. Më të mëj, në moshës njëjtë, domethënë janë pak më gjallë, kështu më. Edhe ke pas, edhe kur kam studiuar reklama gjithmonë mos i lëndoni, jap një ujë, veçanërisht kur ishte nxehtë koha që para derën kanë pas një trajtim shumë të mirë. Në Kosovë, në Prishtinë është shumë më mirë gjendja. Kur mendoni që kemi me arrit na atë pjesë? Unë besoj është prapë generacionale. Por 20 vite unë mendoj që është arrit shumë, unë që se më e men. Unë besoj që edhe një gjenerat, për shkak 20 vjeç tjetër, krijohet një stabilitet shpirtëror i njerëzve në kundrejt qanëve ndacakse. Nëse doni edhe në aspektin fetar, po flas edhe në Bibël edhe në Kur'an ta zonë në një prej haditheve ku marru tash cili e përshkruan profetin e Islamit se si ka dhënë ujë qanëve. Pastaj është ajo edhe në Bibël tregimi i Biblës njerëz të shpellës që kanë flajt me qanin të derë. Është edhe tregim narrativ i kristianizmit edhe i islamit. Kështu që qanët kanë qenë pjesë e pashmangshme e civilizimit njerëz, përgjithsisht i njerëzimit, do të thotë çdo kulture. Dhe mendoj që avancimi kulturor në një drejtim caktuar arrin një shkallë që e kupton kjo nuk ka lidhje me shpirtin ose ideologjinë agresive që mund ta ketë një popull ose një individu. Edhe Hitleri ka qenë edhe vegetarian, edhe ka dashur kafshë, po ka qenë përbindsh. Do të thotë ajo është çështje e politikës. Por kuptimin nivelin kulturor, do të thotë niveli kulturor i njerëzve, edhe në fazat kur të arrini mos siç e ka arrit ta zonë, siç e kanë arrit kulturat perëndimore ose kulturat po flas për mesjet, kulturat arabe në kohën e luzimit të islamit, kanë trajtuar kafshët me një dinitet caktuar, sepse diniteti kafshëve veçanërisht ne që synojmë Evropën është një prej standardeve, trajtimi i dinitetit është një prej standardeve të Bashkimit Evropian dhe ne këte duhet do të ta kultivojmë edhe të mësojmë fëmijët kështu me kur kanë violencë, kanë herë ndodh shumë është frustrim kur i shoh prindit thënë gjuj guri, ndin për qantë ose macën. Kjo fjala edhe është kesë edhe çëp të kohën që kemi. Ose të kohën edhe çëp është qanë, do thotë fjalë se këpek është turke. Aha. E këpek ka kuptimin edhe qanë, po të na ka marrë është transformuar me kuptim të dëbimit të që diçka mësum të resat, se të na fjalla qëp t'jep, ata që i dojnë kafshët, veçanërisht mu m'jep irritim, kërë ndëgjoj sidomos prej prindve, që janë me fëmijët e tyre përdore, edhe mësojnë me urrejtje, me inat edhe me frikë, qysh në moshën shumë të vogël, e qëp kjo të ndjedh një farë. Sakt, se qatë kuptime ka marrë të transformim kulturor të ne, tash shpesh njerëzit që kur s'kan me hangër edhe janë të uritur edhe të etur, ata janë agresiv. Shpesh të thonë njerëzit edhe marrë si argument për me i sulmu qantë dhe ndatësak në shtu më radhë. Ajo është sikur me thonë,
duhet me sulmu krejt njerëzit sepse po vrajnë, se dikush vras ka pas dhe do të këtë gjithmonë. Dhunus njerëzve do të këtë gjithmonë. Dhe pa e nuk është arsye do të thotë race njerëzore me sulmu kështu në general. Prandaj ato raste njerëzit do të më kuptu që ajo botë me nxjesi, ajo qanë jetojnë për kanë dashuri, ofrojnë dashuri pa kusht, macet pashtu, gjitha kasht. Edhe arind, edhe ujqit me i kur ti domestikosh për shembull kafshë e egra, ata të ofrojnë dashuri pa kusht dhe ata jetojnë për me hangër dhe qenë njerëzore për tash sikur lloj perëndish, ne lloj perëndit vogla, secili prej nesh. Prandaj me kuptu këtë njerëzit do të thotë janë pak ma një pjesët e njerëzve ma tolerant, sepse po e përsëris gjendja shumë ma mirë që ka qenë në një kohë. Kur në më ka qenë trishtim. Që fulim ram ka qenë edhe rrezik edhe për njerëz si gjunin, do të thotë me këto si fëmijë është traum për atë gjenerata më ka qenë shumë traum me pa traktorat pas kompanitë të pastrimit ishin pronë shtetërore i tërheqin me traktor, do të thotë i mbledhshin ishte si fëmijë të thosh traum, sikur sot më kujto do të thotë janë ato. Sepse është një hap, ajo ushtrimi i dhunës stil, pastaj përveç traumës, lën edhe standard të violencës të njerëve, të një gjenerat. Atëherë, zotëri Enver, ndryshe prej profesionit tuaj që e keni, ju e një edhe një avokues për drejtat kafshëve, ku edhe i ushqeni edhe kujdeseni mjaft për mirëqenien e tyre. Ne që merremi me këtë pjesë, me këtë punë vullnetare, e dim që ju jeni pashërgjën këtë drejtem. Atëherë, për fund, a mund është lutem një mesazh për prind, për qytetarët, për popullin e vendit tonë, sa i përket kafshëve dhe mirëqenies tyre? Po, do të thotë mesazhi im është me qenë që me provu me spaku mos me qenë violent ndaj tyne. Me provu kush gjithmonë ushqim të rregull, sa gjunë në bërllak që ai ditë procesohet dhe me fut një qesë kushton kurrë si që i lanë shpesh, tash i robat i ne kur kem diçka për varfmjak i lem buzë aty, lem buk tepër. Por ushqimet e caktuara që na teprojnë është mirë me i lanë për shkak. Kur është kohë vape, me lanë diçka të plastikës, një cep dikon mramjeve për ta, do të thotë për asi. Dhe me i trajtu mirë kur janë me fëmijë, mu kujdes, do të thotë normal sepse mos me i lanë fëmijët se ata që janë të ndacak bartin se jetojnë keq. Prandaj është që janë ndacak, por mos me i ushqy kulturën e violencës fëmijëve që më thonë me i sulmu qandë kështu me rast, sepse ata kanë botën e tyre, është pjesë e habitatit që na ka lënë Zoti gjithë neve, do të thotë na ka kriju natyra për me nda këtë hapësinë përbashkët. Faleminderit shumë zotëri Enver për kohën edhe për praninë tuaj. Merci. Mirupafshim për vitin tjetër.